nuk ka konsumator real për ta. Thon vin të huajt, në Tiranë nuk vin të huaj. Nuk ka të huaj në Tiranë. Jo, nuk ka të huaj në Tiranë. Ka të huaj në Bregdet. Në Tiranë ka shqiptar që nuk janë rezident këtu, pra nëse ne i quajmë të huaj jo rezidentet, hajde t'i quajmë. Mund të jenë 1 apo 2% të huaj, por nuk ka propozim Tirana për të huajin. I vetmi propozim që ka Tirana jonë e dashur është qoftë edhe birat e Pazariri. Ke ndonjë propozim tjetër? Bregdeti sigurisht na ka dhënë Perëndia diellin, detin dhe hajtë se po kemi një propozim. Në Bregdet blen Europa qendrore kryesisht, por ka një specifik. Perëndimorët blejnë për qef deri në 100.000 euro. Kaloj 100.000 euro që i blejnë për investim, duan që tani ky 150 apo 200.000 euro që do hedhun këtu duhet më kthej lek mbrapa. Pra prona atyre duhet menaxhohet u sjellit të ardhura që ata të vinë të investojnë. Nuk vinë të huajt blejnë për qef prona 200-300.000 euro. Kanë ardhur çek polak deri tani se kanë qenë prona 70.000 euro, 80.000 euro, 100.000 euro, po them unë Golem, Qeret, Shëngjin në këto ujëra. Në pjesën tjetër blejnë shqiptarët e diasporës, qofshin këta shqiptarët të Shqipërisë apo shqiptarët Kosovës, Maqedonisë. Ne kemi pak të huaj, bëjmë qefin vetes kot në këtë drejtim, sepse të huajt bën një analizë shumë të gjerë. Po, të huajt përpara se të blejnë një pronë në një vend si Shqipëria, Greqia, Mali ku duash të bëjnë një analizë shumë të thellë. Nuk vinë me lek dhe me vrap të blejnë një shtëpi këtu. Pra, edhe për të huajt nuk e kemi aq të mirë propozimin. Lare për shqiptarët që s'kan kapacitet. As për të huajt, tani sa po mbërëzove gjithë propagandën e 5 viteve të fundit, Shkëmbie. Cilën propagandë? Unë jam në treg, unë s'merrem me propagandën. Tregu më thot mua ku janë këta të huajt. Pra, unë kisha si vjet 70 prona në Vlorë dhe kemi hyrë negociata për 2 prona. Për 68 nuk kemi hyrë. Ku janë këta të huajt si Koshere Bledësh që do vinin t'i blinin këto pronat? Ka shumë zhurmë për asgjë, si e teatri Shakespeare-it. Pra, ne i frym borijeve fort, por realiteti i prekshëm, konkret është shumë herë më i holl nga ajo që reklamojmë. Pra, ka të huaj, gjen her pasere një finlandez apo një norvegjes që mund blejnë në Sarandë. Apo ja janë 10, ja janë 100, po nuk janë kaq sa. Jo, pra, nuk janë kaq sa po duam ne të ndërtojmë. Këtë eksperimentin me të huajt e kanë bërë spanjollët në vitet 2000. Shkonin në anglezët, unë jetoja në Angli në atko. Shkonin në anglezët blinin shtëpi në Spanjë. I kapi kriza e vitit 2008-2009 dhe ju ngelen qytete të tëra bosh